Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Fillimisht falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij të ndershme, me shokët e tij besnik dhe me gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur, kemi folur më herët për obligimet që i kemi ndaj njëri tjetrit. E kemi përmendur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi ka thënë Haqqul muslimi ala muslimin sitt. Muslimani ndaj muslimanit i ka 6 obligime, 6 hake. E para për tyre ishte idha laqitahu fasallim alayh. Kur ta takosh, jepi selam. Kjo është haki i parë që e kemi ndaj njëri tjetrit. Haki i dytë për selam wa idha da'aka fa'ajibhu. Nëse të thret në darsëm, në një gëzim, përgjigju ftesës. Pra nëse ka një gëzim, e ka një mbledhim edhe të thret, përgjigju ftesës. Kjo është haki i dytë. Haki i tretë, tha pejgamberi selam, wa idha stansahaka fansalih. Nëse kërkon prej ty këshill, nasihat, këshilloje. Pra nëse vjen dikush të kërkon një këshill, një nasihat, e ki obligim ta këshillosh. Ky ishte më thonë obligimi i tretë. Obligimi i katërt, tha pejgamberi selam, wa idha atisa fa hamidallaha fa shammithu. Nëse të shtit dhe famdon Zotin subhanahu wa taala, atëherë ktheja të shtitjen, duke thonë yerhamukallah. Ky është më thonë obligimi i katër. I pesti, tha pejgamberi selam, wa idha marida fa'udhu. Nëse sëmurët, bënë ziaret, vizitoje. Kjo është haki i pestë. Dhe haki i gjashtë i fundit, tha pejgamberi selam, wa idha mata fattabi'hu. Nëse vdes, përcjellja gjenazën. Kemi folë për 4 obligimet më herët. Në këtë xhumë inshallah me Zot do të folit diçka rreth obligimit nëse sëmurët vizitoje. Nga ky hadith dhe hadithet e shumta që kanë ardhur për vlerën që ka me vizitu një të sëmur, bajgi shumë hadithe ka. Këta si dietar kanë thënë se është një sunet për sunetet e forta me shku me vizitu një vëlla musliman apo qoftë ai familjar apo jo. Me vizituan sunet. Dhe Allahu e don këtë vepër. Para se me himi kallëzu hadithet për këtë çështje,
fillimisht kush konsiderohet i smur? Ka thonë dietar, i smur konsiderohet një person i cili nuk ka mundësi me dalë me njerëzit dhe me ndet bashkë me njerëzit. Sëmundja e ka pengu që mes me ardhë me njerëzit. Këtë rast ky person është i sëmur. Te ki duhet të shkojmë. Për shkak që s'ka mundësi me dalë mesin e njerëzve, kështu që ne duhet me shku tek ai. Pra ky person konsiderohet sipas shariatit një person i sëmur. Tash desha të përmendim disa vlera që i ka me shku me bo zjaret një të sëmur. Ka shumë hadithe. Një ndër hadithet e pejgamberit selam, pejgamberi tha: "Innal muslima idha ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfati al-jannati hatta yarji." Tha pejgamberi selam, nëse një besimtar shkon e bën zjaret një të sëmur, vazhdon të jetë nën pemën e xhenetit derisa të kthehet. Nën pemën e xhenetit. Ne dimi se xheneti ka pemë, edhe ka dhunti të shumta. Personi i cili viziton një të sëmur, sa kohë ka ndejtë tek i sëmuri, aq kohë konsiderohet se ka jetë në xhenet, edhe ki përfitu nga frutet e xhenetit. Kjo është një ndër hadithet që tregon personi i cili bën ziaret, fundi i tij është në xhenet. Allah gjithë neve na mësoft me çepin banorëve të xhenetit. Ky është hadithi i parë. Hadithi i dytë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Ma min muslimin ya'udu musliman غدوة إلا صلى عليه 70 ملكا حتى يمسي." Tha pejgamberi selam, kush e viziton një të sëmur në mëngjes, deri në mbrëmje do të luten 70.000 melaqe. Kush e bën ziaret një të sëmur në mëngjes, deri në mbrëmje luten 70.000 melaqe. Dhe tha pejgamberi selam: "Wa in aada ashiyatan illa salla alayhi 70,000 malakan hatta yusbih." Nëse ka vizitu të smurin në mbrëmje, deri në mëngjes luten 70.000 melaqe. Para më dhe së dashur, 70.000 melaqe mu lut për ty që e ki bo zjarë një të sëmur. Kjo është një vlerë e madhe. Melaqe me thonë për ty, 70.000 melaqe, o Zot fale, o Zot më shiroje, o Zot uje. E këtë vlerë ka personi i cili e bën zjarë një të sëmur. Pastaj për mësën thot me një hadith tjetër: "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamati ya ibn Adam maridtu falam ta'udni." Ka thonë pejgamberi selam, Zoti ka më thonë ditën e gjykimit: "O robi im, unë isha sëmur në dunja, pse nuk më vizitove mua?" Robi do thotë: "Qala ya Rabb, wa kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin." Robi do thotë: "O Zot, si me të vizitu ti kur ti je Zoti i botrave? Si kam mundësi me të vizitu në dunja? Se kam këtë drejt me të pa në dunja." Allah subhanahu do thotë ditën e gjykimit: "Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu." A nuk tërdi informata që filan robi i Zotit ishte sëmur edhe nuk e vizitove? Pse nuk shkove tek ai? Edhe vazhdon hadithi, për sa thotë: "Wa ama alimta annaka law udtahu lawajadtani inda." A nuk tërdi informata që une jam tek ai sëmuri, sikur ta kishe vizitu atë? Dhe së dashur, kjo është një hadith shumë interesant. Allahu është tek i sëmuri. Pse tek i sëmuri? Nga se i sëmuri ka sekret, ka vështirësi, edhe ban sabër. Kurse Allah ka thënë Kur'an: "Inna Allaha ma'as sabirin." Allah është me sabërlit. Ai ka probleme shëndetësore dhe ban sabër. Momenti që ki shku te ky person, i je bashkë me ta. Bashkë me ta i sikur je me Zotin subhanahu wa taala. Këtë arsye është e veçantë me shku me vizitu një të sëmur, më thonë, që ka më thonë probleme shëndetësore. Dhe së dashur pejgamberi selam, si thash pak më herët, ka shumë hadithe. Bile pejgamberi selam jo që i ka vizitu muslimantë. Ka hadithe që pejgamberi i ka vizitue edhe jo muslimantë. Thotë një hadith të saktë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një për ditëve kishte marrë vesh një shërbëtor i tij jahudi, një fëmijë jahudi ishte sëmur në shtrat. Pejgamberi kur e mor vesh lajmin që filani jahudia, ky fëmijë i ri është i sëmur, shkoi vizitoi. Edhe kur hini brenda pejgamberi tek shtëpia e jahudis, i tha fëmijës: "Eslim, thuaj shahadetin, se je në prag të vdekjes." Ky fëmija e shikon të babën e vet, çfarë do të thotë baba?
Normal, fëmija pa lejen e babës bën asnjë sen. E shikoi babën, baba vetë i tha, "Ati Abul Qasim." Ndëgjoj Abul Qasimin. Është për qëllim ngoj Muhamedit alayhis salam çka thot. Edhe ky djaloshi e ndigjoi pejgamberin alayhis salam dhe e tha shahadetin. Në prag të vdekjes, edhe pejgamberi alayhis salam të rinë sahabët, pasi dul nga Jahudia, tha pejgamberi alayhis salam, "Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar." Falënderimi takon Allahut që u bëra sebeb e pështova nga zjarmi i xhehenemit. Nga se ne si që dimi gjithë ne, ai që vdes mos besim, ai më thonë përfundon për gjithmonë në xhehenem. Allah i na ruaj. Kurse më këtu e shohim kujdesin e madh për Islam ndaj personave që mi ftu në Islam. Kjo një, dhe e dyta, mi vizitu jo muslimanët. Dhe si dhe së të dashur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më thonë i vizitonte musliman, por i vizitonte edhe jo muslimanët. Është më rëndësi të dim dhe së të dashur, kur shkojmë tek një sëmur, si duhet të sillemi. Ulemat në për libra i përmendin disa edukata që duhet mi pas parasysh gjatë vizitës. Edukata e parë, të kemi kujdes edukatën e vizitës. Kur të shkojmë, të mshemi derës, të japmi selam, mos të himi pa leje. Edhe të kisë mujë duhet këta edukata të kemi parasysh. Kjo është e para. E dyta, dietarë kanë thonën, edukata e dytë me gjetë kohën, momentin kur i përshtatët të sëmurit. Mes me shku në ditë natës. Mes me shku një kohë kur ai më thonë ndoshta e merr terapien. Kjo që me zgjedh një kohë kur i përshtatët atij personi i cili është i sëmur. Kjo është edukata e dytë. Edukata e tretë, ka thënë dietarët, mes me ndet gjatë tek i sëmuri. Me det sa më shkurt. Nga sa ai ka vështirësitë e veta, momente që rrin gat e vështirëson gjendjen e tina. Përveç ka thonë dietarët, nëse ai ka nevojë për diçka, edhe të rrin afër ti me ndihmu, këtë rast përjashtohet. Por në esencë, tek i sëmuri nuk rrihet gjatë. Rrihet sa më shkurt nga se më lehtësue gjendjen atina. Edukata me radhë, dietarët kanë thënë, për edukatën është të kërkojmë ta pismi gjendjen si e ke. Kur shkojmë ti sëmuri, jo vetëm me ndet afër ti, po mi bu mohabet. Me pi çiki hallin. A ki nevojë për diçka. Këta fjalë më thonë ja zbusin dhimbjen të sëmurit. Edhe ka shumë hadithe për nësëm, ku ka shku të dikush, ja ka pyet gjendjen. Si ki hallin, si ki gjendjen, a ki nevojë për diçka? E kështu me radhë. Kjo është një ndër edukatët. Edukata tjetër me radhë, nëse shkon te i sëmuri, përkujtoja vlerën e sabrit. Thuj, Allah ka thënë Kur'an, wa bashiri sabirin, përgëzoj durimtarët. Edhe shumë hadithe, ajete tjera që ka për sabrin, është mirë mja kujtu ati si dhe është i sëmur, nga sa i ka nevoj për nasihat. A i ka nevoj të kush me a thonë një fjalë, dura. E kjo është edukat që duhet ne me pas parasysh gjatë vizitës. Gjithashtu ka thonë dietarët, për edukatës është, më thonë, me janë ndihmue nëse kemi ndonjë mjek, e njohim ndonjë mjek, e njohim ndonjë ilaç, mu mundu, më thonë, me a lecu dhimbjen duke e qutë të doktori, ose duke a blenë, më thonë, ilaçin që ka nevoj këj personi që është i sëmur. Gjithashtu dhe se dashur, për edukatës vizitën është edhe mi thonë fjalë të mira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i viziton të një sëmur i thoshte la bes, tahurun inshallah. Kur gjosash, kalon shpejt, inshallah pastrim. Çdo fjalë pejgamberi sa mi përsërite kur shkonte tek një person i sëmur, me qëllim që këtë fjala e ka ndikimin e madh. Saqë thuhet edhe fjalë, nëse thuhet fjalë këshia ujit, uji prishet. Për dashin nëse thuhet një besimtar një fjalë të mirë ja thua, ja përmirëson gjendjen emocionale, nga sa i ka nevojë për një forcë të brendshme. E kjo arrit me një fjalë të mirë. Gjithashtu prej edukatës, kur shkojmë tek një i sëmur, është me bë dua për ta. Ka shumë hadithe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shku tek një i sëmur, është lut për atë, ka bë dua. Do të përmend disa hadithe se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lut për njerëzit e sëmur. Është përmend një hadith, tregon Said ibn Abi Waqqasi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam isha i sëmur dhe më vizitoi pejgamberi alayhis salam. Edhe kur erdhi më pa pejgamberi sallallahu tha, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. E përsëriti një dua, o Zot shëroje Sa'din.
O Zot, shëroje Saadin. E përsëriti 3 herë këtë fjalë pejgamberi selam kur e vizitoi sahabin e njohur. Pra dhe kjo më thonë mbetet për neve mësim kur çojmë të një semur me bo dua. Ndoshta bëhet sebeb lutja jote që ati më thonë mja lecu më thonë gjendjen që e ka. Gjithashtu për duave që i ka bu pejgamberi selam kur ka vizitu dikan, ka qenë lutja Allahumma rabben nas adhhibil ba's ishfi anta shafi la shifa illa shifaak shifaan la yughadiru saqama. O Zoti i njerëzve, o Zoti që ki shërimin e dorën tënde, shëroje personin me një shërim që më nuk kthehet në sëmundje. Pa mendojnë çfarë duaje për sa bënte për persona që i vizitonte gjatë sëmundjes. Gjithashtu prej duave që ka bërë pejgamberi selam ka qenë një dua tjetër. Ka thonë me një transmetim, ka ardhur Xhibrili alayhis salam, ka thonë ja Rasulullah, e kuptum që je sëmur, po ta bëni lutje. Xhibrili alayhis salam e vizitoi pejgamberin selam kur ishte sëmur dhe ja bëri këtë lutje. Dhe këtë lutje mbet sunet edhe për umetin. Kjo lutje është Bismillahi arkik min kulli shay'in yudhik min kulli aynin aw hasid Allahu yashfik Bismillahi arkik. Këto dua mund të gjeni te libri Riyadus Salihin, aty janë më thonë gjitha këto lutjet. Është mirë të mësojmë përmendesh edhe të themi kur shkemi tek dikush tjetër me qëllim që ndoshta bësh sebeb Allahu më shëron personin. Edhe e fundit është me një hadith tjetër, ka thonë pejgamberi selam, ma min abdin muslimin yaudu maridan lam yahduruhu ajaluhu fa yaqulu 7 marrat. Ka thonë pejgamberi selam, kush e viziton një të sëmur, i cili nuk është në prag të vdekjes, por e ka një sëmundje, nëse i thot 7 herë, thot esalullah al-azim rabbel arshil azim an yashfiyak, thot nëse ja thot 7 herë këtë lutje një person që është i sëmur, Allahu ja largon sëmundjen. Pra më do të me ka thonë këtë hadith, këtë lutje në ka mësu neve që nëse shkon të një sëmur dhe ja thu 7 herë esalullah al-azim, e kërkoj nga Zoti si është i madh, Rabbul Arshil Azim, Zoti që ka arshin e madh, an yashfiyak, që Allah të dëshiron tyje, nëse ja thu 7 herë, me lejen e Zotit që kjo lutje do të jetë sebeb, ka thonë pejgamberi selam, që personin me shërua. Elusa Allahu subhanahu wa taala që Zoti gjithë neve na jep shëndet, na ruan nga çdo sëmundje e cila është e rëndë, nga se më thonë sëmundje, sprovat e rënda, mund me qenë sprov për disa që me dalë edhe prej imanit. Pa njerëz më thonë nuk kanë mundësi me duru e sprovën, edhe i thonë fjalësira për Zotin. Këtë ashtu ne lutni Zotin, Allah na jep shëndet, me qëllim që mes me radhë deri në sprovë. Nëse sprovohemi, elus Allah na jep sabër. Kështu thon dietarët. Mos e kërkos sëmundjen. Po nëse Allah të sprovon, atëherë kujtoj ajetet e sabrit, ajetet e durimit. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.